E hën, 13 korik, jave re, është tërës apo jo? është nesër. është nesër. Po, është data 13, sot mirë mëgjes. Nuk e di çfarë numri, çfarë do me thënje ka numri 13, por në gate... Ja pyesim gurun e këtij programi, i cili merret me numra tërës, ditët tërës e kështu me radhë. Mirë mëgjes, zoti tërës. Se që ke marrë një pamje filozofike sot? Është hëna filozofike, ditën e hënë kështu marrë një me filozofi. Jam si pas koncertet, këllim. Ishe? Në Zvërnec? Ka qenë një festivali ëndzë. Jo, koleg, në një fshat malor, bëm një talent show, karaoke, edhe kënduam. Këndoj vetë? Guest star ishte Dafina, e cila këndoj këngën. Happy birthday! E qartë. Këngën tënde. Dafina tu! Dafina je bërë hit tashme. Dafina Zeqiri, Jo, Dafina... Isoja. A mund ta shpjegojmë do me thënin e numrit 13, pse mungon në gate, pse mungon në dasma, nuk bënd asë në datë 13? Hotelet e Amerikës mungon. Nuk ka katë 13, nuk ka dhomë të 13, si bëhet, koleg? Është çështje bestutnie, koleg, sepse idiotësia ka ekzistuar, nuk është se shpike këtyre ditëve të fundit. Nuk është e 2010-ës? Jo. Do më thënë, njerëzit janë kapur basa gjërave që kuptoj, s'kan dikim fare. Është mëse e qarë. Por tani është ajo periudha e frikshme, është ajo periudha e ftesave për dasëm. Rinovojmë të njëjtat thirrje që kemi bërë vjetë në të njëjtën periudhë. Me qenë se në ndjekin ka njerëz që mendojnë që du t'japi bukuri dasmës në prezencën tonë. Jo. Ne paguajmë dhuratat, ju asjellim zarfin e tjera, por nuk ju lutem. Jo, unë e kam mbyllur kolegë me tasë. Nuk është e sigurt, kolegë. Mu edhe unë kështu them, po kap në qëllon të shkojnë i dasëm edhe... Kam edhe unë 2 zarfe për ju. Që zishtë e këti? Ti nxjerr tani? Zarfe? Dasëm? Pse ban dorë mbrapa, sigur i ke aty mbrapa, Nuk kam jo. Se na ngrive gjarë. Edhe këtë verë shpëtuam, kolegë, euro është akoma në... Jo, e disa u trëmba, se nuk e di pse mbije gjithmonë lotaria ta kem tavolinën tek boksi i orkestrës tonë. Ta them unë se, nuk të do fisi dhe për të treguar një... Atëherë, dhe unë, duke pasu një raport me fisin, qoj vetëm zarfi, nuk shojnë dasëm, se në gjerët hatri. Dhe nuk jo është... Edhe, hajtë mund. Më pëlqenjë shumë dasmat të cilat miki bëjnë gjitha dhe tolovi, zhurë me tjetja, po në orën 3 të mëngjesit nxjerrin mishin e qinqit. Po një bark është, ku ta futë, verë është. Ti e fut atë, ti e ha. Djerë si desh. Qyka, unë kam ato... A i po pagoj legët, ha, gjithë shka. Normalisht, madje dhe që jam gjitur, nuk e di se prek, s'pare prek. Në 3 të mëngjesit. Zë dhe gjumë e më burë. Kështu jemi me kolegun. Më duket se ishte me inteligencë. Okej, e zëmë se e thamë. Tani, në orën 3 natës ka shumë veprimtari pozitive që kanë ndodhur gjatë saj periudhe. Paranormale? Jo, normale. Ka pas ndeshje, ka pas humbje, ka pas fitore. Dhe? Ka pas edhe pasojat bas 9 muaj, që ape ato. Shiko, nga ora mbaron njëra ndeshje në orën 2 pa qerek, qa do bësh dhe në orën 3? Qa do bësh dhe në orën 3? Dhe në orën 3, ti basi, pret fillojnë ndeshja. Po, bravo. Ku je? E qartë. Dodhin. Nuk e di kolegë, po është me statistika, me studime. Nuk ka asë një gjë më të tmerrshme, më horror, se sa e qara e një fëmije në orën 3 të natës. Je në gjumë, qanë një fëmije në orën 3 të natës. Dhe sidomos kur nuk ke fëmij. Po mu di nga janë, sorry. Nuk u kuptoj, s'ka gjë, vazhdoj. Jo, unë e kuptova. Vazhdojmë, s'ka si gjë. Jeda vazhdojnë, ju lutem, mos e propozojmë që ndërtusit ta shtën një kështu dhe më dhe hapsirë mes mureve. E ketin dorë? Ta mbushim me les gjami. E ketin dorë ta shtosh? Si e ketin dorë? Ta shtosh nga brënda? Ta shtosh ti të shtëpia jote. Aha. Po da e ka shqit x mi euro metrën katror.
E qartë. Le të mbedemi në futboll, kolegë, sepse penaltit janë gjuajtur që kur është shpikur njerëzimi. Para se ta shpikë futbolli janë gjuajtur penalti. Janë gjuajtur penaltit apo tie breaku përpara? Hydration break. Po, madjesht. Hydration break është madje ku u kam pas në Koloseum kur bëheshin këto lëret me gladiatorë, domethënë. Hydration break. Po. Luanit i dhe fotmish. Krokodilit, gjëra, domethënë shumë. Edhe gladiatorëve. Por e pe filmin me që Rafera? Kamo? Gladiatorë një. Është i gjatë. Se di qofshin domethënë. Pse duhet me e pa? A the vetë për prezantim publik. Është film kult. Është qisoj sikur mos ke shpa, ku e di unë. Romanc në trenin Orient Express. A këtë e kam parë donë. E ke parë? Është film televiziv. Ato variantin angles? Po. Ato e kemi parë, se e jep të Tirana atë dhe filmin Ndërgjegja. E jep të shumë ose LA Confidential. Edhe ai filmi po. Çfarë është ky? Vazhdoj me penaltit në vitin 1990. Si bëshin? Sa kam qatë dita. Pse? Baggio, Robi Baggio. Baggio ka humbë 94. 94, për 90 kush ne humbin e me vicinin? Nuk e di, me Argentinën ka qenë? Me Argentinën. Gjysë finale. 2 korikë, po hapëshin ambasadë. Sa më banë mund e ti? Ishte dhe fjalimi i Ramizalis. Si ishte? Pastaj ishte ndeshja. Që të merë? Kush e bën këtë? Po thuaj se gjithë. Por më i dalluari është ai që ka Juvja. David. Po, e mban mend atë. Pash, e bëjmë tërë, nuk kemi çfarë të bëjmë. Të zë të merri për kur fillojnë penaltit. Sepse kanë marrë gjithë koreograf. Nga gjithë ne që jemi këtu, do vetëm ekipi im, po ecën, edhe ju s'më thatë asnjë kompliment asnjë. Po. Që është? Anglia. Çfarë ndodhu? Po ecën, po është në gjysmë finale. Ekipi yt nuk është, për shembull, është me pushime. Juve jeni me letra angleze. Ka jetuar 6 muaj dhe ka pasaport. 6 muaj? Letra jo, po i certifikate kam. Sa ka jetuar? 1 muaj? Jo, po 2 javë. Aq më keq. Zonjë ushtim me kë ke qenë? Me kë? Nga këto ekipet e botrorit? Borrelin. Me Borrelin. Me Bruxelin, kolegë. Po, Bruxelli u eliminua nga Argentina. Me hile. Megjithatë kemi një rikthim të gjysmë finales së 86-ës. Kur ishte Maradona në fush dhe bëhej famshmja Dora e Zotit. Po, që i ra me dorë. Kundër kujt lundte Argentina, nëse kujton? Po ç'më kujton, unë nuk isha lidhur akoma kolekt, i thua me kë? Po me Anglinë, pra. Prandaj po flasim. Me Anglinë. Edhe ishin fresko nga lufta, po ti s'lexon fare. Çfarë lufte më ku e di? Po pse të lexoj unë për këto tani o koleg? Unë lexoj për një krem të ri diell. Po cila ka qenë kryeministra e Anglisë në atë kohë? Aha. Si shumë doni dini jo. Dhe lufta u bë për ishujt? Fal klant. Mirë, rikthehemi në jetën tonë të përditshme, ku idhujt tanë zbulojnë gjëra të reja në këtë vend të vogël si Shqipëria. Nuk është aq i vogël. Ka njerëz që zbulojnë plazhe, gjë të vegjël ose të mëdhenj, në cilët mund të rinë 2, 4, 6, 8, 12 veta. Ka edhe njerëz që zbulojnë për shembull gjëra të natyrës, hekurin e hekurosjes. E rëndësishme është që të tregosh shqiptarëve, do të thënë hiret e vendit. Hiret e vendit. Si shkoi filmi me Salsana? Kanë mbaruar xhirimet, koleg. Bën festën. Ti ju bët festën që mbaroi filmi dhe nuk na ftuat. Jo, mbaron xhirimet. Nuk ftuam asnjëri. Mbaron xhirimet. Vetëm ne barku. Kur e bët festën DJ-shit ju? Patjetër. Domthon edhe mbas festës vazhdoi me rolin e DJ-t gay. Po, e bëj me qef, Mësojmë nga më të mirët. Patjetër. Pse zgjodhe rolin e një DJ gay? Doja të zgjidhe rolin e një DJ straight, po thash një jetë kemi. E kishe më burë përballë modelin, po nejse. Protagonisti i filmit Salsano Rapi i bie në qafë idhullit të këtij programi. Çfarë thanë në fund ajo? Pushime për 3 është filmi më i ri që është në fazë montazhi dhe miksazhi. Yes. Kur del? Në Vjesh do ta keni kinema, ka shpejt, gati, ka shpejt. Pas pak. Gjithçka nisi nga vetja e saj.
Se për ta s'ka shumë. Nuk e kuptoj pse për ta s'ka shumë, po më... Ose në base nuk dëgjoj unë. Filloj dhe njerë. Kufja. Atër, gjithçka nisi nga vetja e saj, kur dikur peshonte shumë, por tashmë është e trajnere personale, virtuale, për të gjitha ato zonja që nuk ndjen mirë me peshën e tyre, me veten e tyre dhe duhet të arrin atë peshën ideale. Po për zotrinjt? Angela Hizmo, dikur ka qenë disa kilogram më shumë nga sa ne e shohim sot, ka rritur të rrëzoj plot 25 kg vetëm në kushte shtëpije. Unë e ndjek në fakt, nuk i bëj dot në shtëpi, po di që ka një lloj... Ajo fillimisht u bë e njohur me anë të një pajisjeje që quhej Rohotull, nuk e di si e ka emrin në gjuhën e palestrës, por që vërtet që tregon që po patë vullnetin e duhur dhe në shtëpi mund të arrish rezultate fantastike. Tani, Angela në shoh, kjo me telefon cila është? Angela tani. Angela. Dhe është në një fëmijë të vogël, dhe prapë është në formë, në top formë. Ka mundësi. Ka shumë mundësi, koleg, ka shumë mundësi. është Photoshop, po nuk e Photoshop, se po t'ja shikoni... Duhet se modelja ruse që imiton të Haalandin. Jo, Angela është shumë simpatike në fytyrë dhe pas ka shpresë i për kanë kolegën, thënë të gjithë që ti nuk mund t'ja dalësh do, ti nuk mund t'a bësh do. Kolegë, edhe ti ke 25 kg për të rëzuar, po ti e ja. Diku të 3 po, për 25 ajo rriqet. 3 kg e barakut. Ore, ju nuk mund të vazhdoni këtë lloj bullizimi. Ne po japim këshill. Nuk ka bullizim, po. Ti po të duar, ti don të dobësohesh, po s'mundesh. Nuk ka problem, mund t'a pyesim sot, sepse ajo për këtë do, ka nga një program ndryshe, sepse jo gjithë kush mund të përdor të njëjtin program, ti për shembull të do të tonifikosh kore... Unë përdor 90 gradë me 1200 gjiro. Si program. Unë 30 gradë me 800 gjiro. I kanë thënë të gjithë që ti nuk ja del dot, por Angela ja ku është sot më e bukur se kur dhe aty për të na ndihmuar të gjithëve ne. Histori i inspirimi. A të gjetë hatri që unë të pëlqej variantën e parë të Angeles? E bukur është të Koleg, secili këtë variant. ahmat madhe, s'di që atem tjetër. E bukur është tek secili variant. Po, normalisht. Po t'ishte e bukur këtë, s'do ishte bë kështu, po hajde. Nisë. Peshon edhe më pak se unë. Ushqimet, ushtrimet në shtëpi e gjitha tjetër. Pastaj. Me origjinë është nga Vlora. Okej. Jeton në Malta. Prej 8 vitesh, shkoj në Malta për të bërë pushime, po do t'i që ditën e tretë të pushimeve nisi punë dhe mbeti aty. Por, edhe pse, krahas punës që bënte në ndërtimtari, një ditë në palestër, njohu dikë që bënte arm wrestling, pra mundje krau. Nisi arm wrestling, pra mundje krau. Nga aty njësi çdo gjë. E mban mend filmin me Sylvester Stallone Over the Top? Patjetër, shoferi i kamionit. Shoferi i kamionit ludhet çuni vet aty. Po. Çuni që nuk e ka mend, duket. Aty njësi çdo gjë. Të stërvitej, të merrte ato veglat e duhura dhe vetëm dje apo 2 ditë më parë, nuk jam e sigurt, arriti të dilte i treti në garën. I treti, po, për mes 12 sportistëve më të mirë të gjithë botës. Në këtë sport, ama tek mundja me të dyja duart ka dali pari dhe u bë gara në Slovaki. Slovaki. Po këtë se ka ngelur në Maltë, këtë s'na edhe. I ka pëlqyer vendi, njohë dashurinë e jetës. Jo dashurinë. Po thuaj pra se. Po ja, do të thoya përfaqëson Shqipërinë. Artistikisht bukur. Nuk përfaqëson Shqipërinë, përfaqëson Maltën, por në zemër i ka mbetur Shqipëria. Në zemër dhe me vete ka flamurin shqiptar. Edhe kolegu, mbaj mend përpara ja 2 muajsh, doli i treti. Po 3 veta ishim ori, ç'është? Po mi pra. Po 3 ç'është dojë? Po medalje bronzi. Do dilje, i 4 s'kishe shans të dilje, sepse isha unë që refuzova të luaj. Giuliano Halili konkuron në kategorinë e peshave të rënda. Nga një emri duke si qonë Vlore. Nuk e di, do të pyesim pas pak. Në kategorinë e peshave të rënda plus 120 kg. Bukur. Me një dorë. Atëherë do të humbasi patjetër 25 kg, do të ndjeki pjesën e parë, ky pjesë 2. Po pse do t'i humbas ai, po ai do të shtojë peshët më. Ku shkon me 120 kg? Është mbi peshë. Pse të segmenti parë ti nuk e pëlqen mbi peshën, tek i dyti e pëlqen? Ka drejt kolegu. Po s'është i gjatë, është burr.
Sa i gjatë. A është burë, pra filloj tash edhe... Filloj dhe mizogjinizmi. Po, pra... Diferenca burë-grua. Dhe thuaj Gjulianus je me fat që i gjendesh në Malë, se po të vite këtu e kështë e po kolegë me fort me vete. Kemi linë direkte kolegë, na e ka mundësuar shteti dhe aeroporti internacionali Tiranës, Wizz Air, mund të shkojmë nga Shqipëria në Malta. Këthimi si shtretë, po hajtë. Si? Të provova. Të shkosh është lirë, të kthejesh është shtretë. Ke zi të gabuarën. Pse? Kur shkove ti? Jo, doja të shkoja tash, po shkoja. Po i ka kolegë, mos një vaj lekë, se do të vi një ditë, do vdesim gjithë. Ore, si ku po të marrë lekë, po shty. Se dolim të lekë të këti të rëzikotoha. Nuk shkojnë majë, nuk shkojnë majë. Mos shko. Por, vera nuk ka vetëm vapën, por ka edhe këto sikletet e punëve të shtëpis që vetëm unë e di dhe kolegus na heq shpirti për t'i lënë gjërat në rregull. Kështu që sot do ju japim disa këshilla, koleg. Fillimisht, si të pastrojmë milingonat. Se dalin ca cepet shtëpis. Sa po shpëtova. Si hoqe ti? Duke përdorur dy metoda konvencionale. E para ishte më e lirë dhe më efikase, një plurë të barë që e bleva në një farmaci këshu me këto, njësoret. Dhe e dyta ishin ca këshu si që ishiste vejbi, si kuti, që i vë në cepat e shpis. I hargjuar kotë, se për shumë për kolegun që nuk e qonë lekun dëmë, do t'jap një këshill më efikase. Ufla. Me sot buke me uthull dhe me pak detergjente enësh. Për që duhet kjo se se ka? Për t'larguar mizat. Po, unë i kam si shoqe, në zim, unë hapë derën të vinë, janë ropë shpije, si të largojnë atë. Këto i ha, se thot është burim proteinës. Po, skuqen. Po, buburesat po, i grinë. Por, ikëm nga miza, të një ku lajmë preshirët, kolegë ke vëre, që kanë pak si aromë lagështire. I hedhë shumë detergjenti. Po, si t'ja bë? Me masë. Po, me masën që shkru detergjenti. Dhe mos i bëj shuk gjitha bashkë ti për I palosin ne, pastaj i vejmë në... Po, mos e mbush plot. Jo, për gjysëm. Për gjysëm, ashtu. Nëse ju e mbush i plot, të mbajnë erë peshire. Edhe në verë, për shumë kolegu, që ka shumë bim, e ka balkonin plot me lule, zoq, kanarina, pesh. E je? Po. Jo, Gordon zoq. Gordon zoq në Gordon. Ska. S'ke me zoq, më? Jo, s'kam. Po lule ke? Vetë me bim që ka atje, është një lule që është tharë para 12 vjetësh. E mbanë, me gjithë saksi. O zot, por, bimët kanë orarë në tyre të përcaktuar kur duhet të ujiten. O, mëgjes o në darkë? Në mëngjes. Nga ora 5 dhe në orën 9. Një që kam e ujës kur të më dojë qefi. Njërë në 3 muj, 3 herë në gjdo orë. Edhe nuk ndodha asnjë gjë. Mos jo nga këto... është artificiale, është nga këto artificiale. Ka se ishin këto japonezët. Jo. Bonsai që në të? Bonsai. Dhe me që në shtëpin, tani në verë, ne marim iniciativën e rënd për të lyer shtëpin. Po qa ke vëllu të lysh dhe shtëpi me qëra? Po, pa tjetër, do të disinfekton të, si mund të hyndë në një shtëpi. Pa tjetër. Janë disa ngjyra që na ngjallin lumturi. Të tipit? Të tipin ngjyre verdh, po. Limoni. Limon, ngjyrë vjoll, ngjyrë roz, ngjyrë bardhë. Që i kena pas lyt dikur, do më thënë, vinte Qevo, ishte bëja Gjiu i Lagjis, për kiste një komunitetit shumë të nderuar, do më. Vetëm se zjase disa ditë, do më. I dhome i kuzhine këshim shpi. Po, pite që këmë për ne. Pinte i pinte dhe baba, do më dhe deshin, që të gjysma dhomës parë. Të dhe prisim nesme, gjysmën tjetër e kështu më radhë. Po, mirë shkonim. Mirë, në Gjeva shumë mirë. Shumë mirë. Dhe këto këshilla do na vinë nga Eva Ikonomi, është këshilluese e kujdesit të shtëpisë. Ndërsa nga Korça, do të kemi në lidhje direkte një fermer, ai quhet Romeo Baci, ose Baci, nuk jam e sigur, por është bërë shumë i njohur në mediat sociale. Se? Sepse e quan, nuk e di, hajduti më i famshëm. Tipi mo. Po ishte sa ju vetë, gjithë. E ka sajuar vetë, po ka të veqë vëmëndje, kështu që edhe tregon, përcon një mesazh. Po pse ishte fermer me gjithmonë, këto se ishte aktor? Nuk ka qenë fermer, është bërë tani. është bërë tani e rrugës? Po. Do të regojmë dhe historinë e jetës ti, besoj, se si humbi 18 kg për një avë, do më në gjërë, apo s'ka një. Tani në fshat, ndodhë që humbet kile, se je duke punuar gjithë kohës, nuk janë si ju me thënë drejtën fermeri ju në është si buçko, do më... Si poqë është, nuk është si ka. Nuk më duke tipi mërzitu nga jeta. Po më vjen Habib, se vazhdo në tjetë akoma në kosh dhe jo në Amerikë.
Se të Korçës nuk kam vetë më njëri, kemi ikur ne tani. Kushta është Zamira Kita në Korçë? Është Zamira. Është kryetari i bashkisë. Tjetër. Është kolegu ku shkon të bëj stand-up comedy. Me autobus. Po. Pas kemi. Pas pak me Angelën nga Italia.